Maturantët duan të shkëlqejnë në natën e tyre më të veçantë, në kërkim të veshjes së ëndrrave. Ata ndjekin trendet, por edhe duan të shprehin veten përmes stilit. Çfarë është në modë këtë vit dhe si është të krijosh për ta? Këtë e zbulojmë me dizajnerin Neshat Loki, me të cilin do të njoftohemi nga afër për këtë proces të veçantë. Sezoni e maturantëve po ka nis bile edhe më herët se tash, si zakonisht shkojnë i bëjmë porosia pak më herët, po ka nis dhe është pak më intenzive. Nuk e di, si çdo vit mbie ndoshta intensiviteti është i njëjtë, po çdo vit kur e përjeton ti mendon që jo, këtë si mjet është pak më shumë se sa që o kohën vjen. Po mirë është, ka edhe interesimet janë të mëdha, mirë është. Çfarë po kërkojnë më shumë maturantët këtë vit? Ka ndonjë trend që bie në sy? Maturantët zakonisht me kërkesa edhe me përqyeshmëri janë ndryshme, çdo vit janë ndryshe, po ashtu njëjtën kohë edhe trendet si zakonisht ndryshojnë, atë e shohim gjithë besoj tek celularët tonë, po ka dhe më shumë anojnë tek pjesët dhe tek ngjyrat që bien në sy më shumë, që japin më shumë një pasqyrim më luksos, tek metaliku, ngjyra e arit, tek këto pjesë, po ashtu si zakonisht edhe bëjnë le të themi shtojca tek fustani që vendosin edhe detaje plus për të duk ende më luks fustani me detaje që bien në sy më shumë. Po pikërisht desha të them, a vin me ide konkrete apo thon bëma veç një fustan shumë të bukur, veçohem nga gjithë? Kemi përgjithësi, varet. Ka një shumicë është që vin me ide konkrete, një shumicë është që vin bëje ti si mendon që është më mirë. Ka disa që ne ua krijojmë dizajnet dhe modelet e fustanëve, kështu që ka të lloj-llojshme. A ndodh ndonjëherë që edhe prindërit, ndoshta vinë edhe me prindërt, janë më të zëshëm se vetë maturantët që kërkojnë ndoshta një fustan më luksos, më të bukur, më ekstravagant? Po, si zakonisht dihet intervenimi tek prindri nuk mund ta anashkalohet, ka intervenime, po jo tek gjithë, po ka. Sipas te veshja për maturë është më shumë për modë apo për ta tregu veten? Shumica anojnë tek pjesa që shkojnë të bazohen me modën, me trendet e fundit, por pakica janë ato që veshin diçka që ta tregojnë personalitetin ose pasqyrimin e vet në skaj të veshjes. Sa rëndësishme t'jetë edhe i rahatshëm fustani, sepse posa asaj që duhet dukemi të bukur, po ne duhet të kalojmë edhe rahatshëm me veshin atij fustani apo çatë mbrëmje që ne do shfaqemi. E dini edhe ju vajza që bukuria vret, që dukesh mirë edhe mos me pas pak një farë imponimi te fiziku, jo që mos me konë rahat, ja bëna halal, se fundja do dukesh mirë, rezultati do dalë me sukses. Do dalë me sukses. A të ka ndodhur ndonjëherë ndonjë kërkesë shumë interesante, ndonjë çudi nga një maturant, për shembull që të ka kërkuar ndonjë fustan, diçka jashtë asaj që ti e ke paramenduar që do ta kërkoj? Jo, realisht, këtu te ne nuk është që parashikohen ato pjesë, nuk më ka ndodhur. Tash ka ndodhur, po jo deri në atë mas që thush e di të vje pak e papritur, një porosi ashtu, ka qenë pak a shumë, po nuk do me thënë që ka qenë atë ekstrema, nuk është që ka ndodhur. Sa maturantët vinë të influencuar nga TikToku, Instagrami apo rrjetet sociale? Sa ka kjo dukuri impakt, sa kërkojnë unë dua ta kem kështu fustanin, unë dua ta kem ashtu fustanin? Ndikimi është i madh, dihet, rrjetet sociale tash duke shkuar edhe u zhvilluar ende më shumë, kështu që gjithë janë të apasionuar tek rrjetet sociale, çka shohin aty, pse jo ta gjejnë veten te fotoja që e shohin në rrjet social, pa më parasysh TikTok, Instagram. Po normalisht që bazimet ato mund t'i kenë të jetë ashtu, po në realizim çdo herë normalisht duket ndryshe, se fundja personi që është në foto është tjetër, personi që do realizoj fustanin këtu është tjetër. Edhe ka shumë.
ka shumë. Sigurisht këtu janë sytë e tu që ti me vërejt Ne a tash, zgjedhin çfarë veshin, a është gabim. E shohim Po. edhe e kemi një të mirë që apim shumë vërejtje dhe apim shumë opinione të klientët. Nëse e shoh që nuk i shkon, e kemi afër këtë modelin, nëse e shoh që nuk i shkon ky model, unë si neshat unë ja ofroj dhe i tregoj që më mirë të më ndëgjosh, nuk të shkon. Po ti nëse ke vendos, ajo është pëlqyeshmëria jote, është ideja jote, është që jote ti bëje, për mua nuk është problem, po ne si kreator pak a shumë e kemi atë detyrën që t'ua reflektojmë edhe klientëve që cila model i shkon ose cili model nuk i shkon. Është edhe një pak që e bëjnë si një ndëshkim, shumica e maturantëve nuk e shohin se çka i shkon, po bazohen më shumë tek trendi. Unë si zakonisht shumicave u them, mos u bazo me trendin. Ti bazohu me trendin, po në qoftë se ai model, le të themi, që është në trend në këto kohët e fundit, edhe nuk të shkon, nuk do me thënë që duhet ta vesh, çka kupton? Çdo herë bazohu tek pjesa çka të shkon ty, jo me trendin të shkosh. Ne biseduam për këshillat e kreatorëve dhe sa janë të rëndësishme këshillat e kreatorëve, mirë po, a të ka ndodhur ndonjë klient të mos jetë shumë i bindur e pastaj kur ta sheh atë fustanin atë finalen, thotë, vërtet pas ka qenë ideja jote më e mirë se e imja, ose ideja jote më e mirë se dëshira ime. Po, ka ndodhur edhe shumë shpesh na ndodh kjo pjesë, po normalisht tash klientët tek ne si zakonisht i sjellin vetë materialet, edhe kur të shohësh ti materialin pa realizu, duket diçka, le të themi të kthehemi në gjuhën angleze pak cheap duket. Po. Edhe nuk do me thonë që ta jepat pasqyrimin çka ka me dal në realizim, por na ndodhen shpesh, po gjatë realizimit, do me thonë gjatë provave që realizohen te klienti, si zakonisht ato bëjnë ndryshimet mendimeve, po kur vjen pjesa te rezultati, e anashkalojnë krejt atë mendimin që kanë prej fillim, që kanë thonë nuk e dia do të dalë rezultati si që duhet, po kur bëhet rezultati, gjithçka me një kahje tjetër. Syri profesionistit gjithmonë vlen dhe është më i vlefshëm. Unë po shoh fustane, mirë po e dim që ju bashkëpunoni edhe me meshkuj, edhe për robe të meshkujve. Sa është më i rehatshëm apo më i sekletshëm janë edhe ata më detajist meshkujt nëse vinë? Te meshkujt po është detajist, po janë detajist në, kisha thënë, pika të përcaktuara, se tash modelet e fustaneve ka të lloj-llojshme, po tek pjesa e meshkujve, tek veshjet, si zakonisht shkon standard, smoking, xhaket, pantallona, janë veshje standarde, po normalisht ka mund bëjmë ndryshime vetëm me detaje të se kam tash unë veshur, shpjegoj pak më qartësisht, me tjakave, xhepave, gjatësisë, xhansisë, oversize ose me numra të theksuara, po nuk do me thënë që na hasin shumë probleme, po me fustanat normalisht është më delikate puna dhe aty hasin lloj situata të ndryshme. Nëse dikush ende nuk ka zgjedhur ndonjë fustan, çfarë do t'i kishe propozuar ti? Edhe pse ndoshta është vonë më për fustane, mirë po çka do t'i kishe propozuar ti që të duket bukur dhe ndryshe nga propozimet tek ne janë të lloj-llojshme, po si zakonisht kur vin kohë të papërcaktuar, do me thonë një kohë që nuk është e përshtatshme më, që është edhe me vonesë, si zakonisht shkojmë në modele të thjeshta, por me ndonjë dizajn ose ndonjë detaj të ketë tek fustani, por në përgjithësi duket e thjeshtë, sa për ta patur edhe ne të lehtë ta realizojmë atë fustan që ajo të dalje e kënaqur dhe të mos jetë pa fustan, po ashtu edhe ajo të dalje e kënaqur si tek fustani edhe tek looku në përgjithësi, me make-up, me flok, me krejt. Të krijosh për të tjerët kërkon talent, por të ndërtosh një emër tëndi në mod kërkon përkushtim dhe vizion. Pas çdo veshjeje të punuar me kujdes qëndron një histori. Neshat Loki ka mbi 10 vite që jeton me skicave, copave dhe dëshirës për të sjellë stil dhe identitet në çdo krijim. Nga një atelje e vogël deri tek emri që sot kërkohet nga të rinjt që duan të ndihen unik, rrugtimi i tij është i ndërtuar me durim dhe dashuri për dizajnin.
Tash për fillimin tek ky profesion ka që një kohë të gjatë, domethënë diku tek 10 vite bëhet fjalë, edhe inspirimi ka qenë tek një person që është nëna ime. Ajo ka qenë, do kisha thënë, shtyrja më e madhe, po realisht ka qenë edhe ndikim tek unë, një ndikim pozitiv që me të vërtetë e kam pas, më ka tërheq në sy, po e kam pas edhe si motivim që ta provoj. Domethënë, pa me provu asnjëherë nuk mund ta gjesh veten se për ku je, a je në këtë profesion apo pavarësisht çfarë profesioni tjetër. Kështu që ka një kohë shumë të gjatë dhe mundohemi që t'i bëjmë një ndihmës këtij profesioni, që edhe profesioni neve të na ndihmoj për të arritur në ato qëllimet tona që i ke. A të kam bet diçka në mendje nga fillimet e tua, diçka e veçantë që të kam bet në mendje? Ne përmende edhe nxitjen shpirtërore që nëna të kanë ndihmu pak më tepër që ta shofish edhe më serioze pjesën e dizajnit, mirë po, çka është diçka që të ka lënë përshtypje gjatë rrugtimit tënd? Shif, përshtypje të madhe do kisha thënë fillet e këtij profesioni, se si zakonisht atëherë ti je në ato mundimet tua personale për ta mësuar edhe për ta sajuar këtë profesion. Kështu që nuk do kisha thënë se kam diçka shumë speciale, po do kisha thënë speciale është që kam arrit këtu ku jam sot. Për Neshat Lokin, çdo veshje është një tregim, nga atelja e tij e deri tek skena. Ai ka bashkëpunuar me emra të mëdhenj të estradës, ku thekson se çdo bashkëpunim me artistët ndikon pozitivisht për ta promovuar edhe më tepër punën e tij. Po ndihmesa edhe bashkëpunimi me fytyrat publike normalisht që ka një ndikim shumë të madh. Tash të filloj t'i ceki me emra, jam pak si kogja shumë. Duam t'i dëgjojmë. Po unë të harroj ndonjërin tash po ajo është problem. Kështu që përgjithësi po kisha cekë vetëm një emër që ajo është një ndër parat, është Big Mama, që e kemi pashtu edhe vendase, qytetaret tonë, tetovës. Ajo është një ndër parat. Për atë kam shumë vlerësim edhe kam një respekt shumë madh. Tash tjerat që kanë ardhur, ajo është në bazë edhe në ndikim të veshjeve të Big Mamas, se do me thënë një artisti kur e vesh, edhe pastaj tjerët e shohin atë, edhe normalisht që bien sy edhe parashtrojnë pyetjet se ku e ke bë, kush është, nga është pa marrë parasysh, edhe tjerët pastaj vinë, se kjo është pak a shumë si një zinxhir, kjo pjesë, si vjen njëri, tjerët pastaj vinë merren, po normalisht nëse bën një punë të mirë. Se tash ato mund të vinë një herë edhe pastaj mos vinë asnjëherë. Mos intereson. Kështu që kur ka shumë ndikim madh kjo pjesë, edhe ka shumë le të themi interesim, mendoj që është diçka pozitive. Po Tash kemi edhe ato qëllimet jashta. Kjo është diçka e re që ndoshta... Ajo është diçka e re, po mbetet për të parë. A ke ndonjë kostum ose fustan të cilin e keni realizuar, apo e ke realizuar që e mban në mend ose e ruan si të veçantë? Shif, nuk do kisha thënë ta ndaj një fustan shembull të them kjo është një ndër të veçantit, sepse mendoj unë se secili fustan e ka veçantinë e vet, po është një pjesë që ne fustanet bisedum pak më herët që ne fustanet i realizojna aty për aty në kukull, që edhe vetë më herët më bën e pyetjen sa ka ndihmës dhe ndikim kukulla, ja, edhe ku bisedën e nxjerr në pa për vlerësimin e kukullës, kështu që mendimet dhe idetë kur i kemi ne direkt në e marrim kukullën, materialet edhe e punim gjithë në kukull, kështu që veçanti, çdo fustan e ka veçantinë e vet. Nuk mund të them që ky është si ky s'ka tjetër, a kupton? Neshat, nëse do ishe ti sot maturant, çfarë do kishe veshur? Nëse do isha unë sot maturant, po nuk do isha me këto menjë që kam, edhe mos të isha i këtij profesioni,
të tregoj drejt do kisha shku diçka sa ma thjesht, po veçanërisht në ngjyrë e zezë. Se e zeza asnjëherë nuk të nxjerr keq dhe është, mund të themi që është një ndër opsionet më të duhura të çdo personi. Ti na fole pak për planet, mirë po tash unë të ta parashoj kështu si pyetje cilat janë planet për një të ardhme të afërt ose në një të ardhme që ti don ta realizosh ose do ta gjejmë në shatin në një të ardhme. Planet tash normalisht kur ke një profesion, planet çdo ditë më shumë hasen pak më të mëdha dhe normalisht që ke qëllimet. Asnjëherë nuk mund të them edhe të thuajnë tjerë që arrita deri këtu edhe është okay. Çdo herë arrin në një shkallë e re, po edhe të tjetra, kështu që s'ka mbarim, po tash planet tashmet do dalin në pa, po planet më teshme ende nuk I kemi të mendimi që do bëhen ose nuk do bëhen, po jemi të asaj punës për tu realizuar. Ne do të vim prapa edhe atëherë kur të realizojmë patjetër që do t'i ndjekim. Po ju do vini edhe për të realizuar vetë fustane, nuk do me thonë vetë për intervistë. Patjetër. Një veshje për maturantët nuk është thjesht një copë e bukur e qepur me mjeshtëri, është një kujtim që mbetet gjatë. Është emocion, është një pasqyrim I vetes në një natë që për shumë të rinj shënon një fillim të ri, një kalim nga një kapitull I jetës në tjetrin. Dhe kur pas kësaj veshjeje fshihet dora e një dizajneri që nuk punon vetëm me sy e me dorë, por edhe me zemër, atëherë çdo detaj merr kuptim. Neshat Loki ka ditur të lexojë këtë ndjeshmëri tek të rinjt, duke I ndihmuar të ndihen unik, të vërtet dhe të sigurt në atë çka zgjedhin të veshin. Sepse më shumë se të ndjekësh modën, është e rëndësishme të ndjekësh veten, dhe kur e ndjen që je vetvetja në atë që e vesh, atëherë me të vërtet shkëlqen.